Falenderojmë Allahun Gjalla Gjalaluhu, krijuesin dhe udhëzuesin ton. Salavatet, selamet, ona më të përzemër ta jenë për zgjedhurin dhe dashurin ton. Të zgjedhur gjithë dërguarve të Allahu Teala dhe zotëriun e bijve të Ademit Muhammedin birin e Abdullah. Mbi familjen e tij të pastërt. Salavatet dhe selamet qofshin edhe mbi gjithë ata të cilët e ndihmuan dinin Allahu Gjalla Shanu dhe sunnetin e pejgamber Muhammedit alayhi salatu wassalam. Ata të cilët jetuan para neve dhe ndihmuan këtë din. Salavatet tona janë për ata. Ata të cilët janë bashkohës tonë dhe ndihmojnë këtë din. Salavatet Allahu qofshin mbi ta dhe ata të cilët do ta vazhdojnë të ndihmojnë dinin e Allahu Teala deri në ditë gjykimit. Salavatet, selamet, përshëndetet, duat e Allahu Gjalla Sha'nuhu dhe besimtarëve qofshin për ndihmëtarët e fesë Allahu Teala deri në ditë gjykimit. Nderuar vëllezër xhamatin, për të pas një shoqëri të shëndosh, në cilën ka me pas harmoni mes njerëzve, respekt, dashni, nder, është synim i çdo shoqërie. Çdo shoqëri dëshiron që të jetë shoqëri e mirë. Dhe çdo njeri ka dëshirë që të jetë me një shoqëri në të cilën nuk ka vjedhje, nuk ka rren, nuk ka mashtrim, në të cilën nuk ka frikë të rrahjes apo vrasjes, në të cilën nuk ka alkohol, dhunim, prostitucion. Me një fjalë, secili prej neve dojmë që të kemi një shoqëri në cilën mbretëron rehatia. Ku ka rehati, ka lumturi. Ky synim mund të realizohet dhe është realizuar në herë. Ky synim përgjigja është mund të realizohet dhe është realizuar. Ky synim i çdo muslimanit dhe i çdo njeriut mund të realizohet vetëm nëse i përmbahemi rregullave të krijuesit gjithësisë dhe tonit, atij që e din që është e dobishme dhe e dëmshme për ne. Është Allahu Gjalla që ka parapar rregulla të cilat nëse krijesat e tij i përmbahen aty në rregullave, do të ketë harmoni, rahati dhe rregull në shoqëritë e tyre. Shoqëria e mirë, kur ka ekzistu në kohën e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam, kur e kanë marrë muslimanët, kur kanë pas muslimanët e drejtat të tyre, kur burri ka respektu gruan e tij dhe gruaja ka respektu burrin e saj, kur prindi ka kryer obligimet e tij si prind ndaj evladit, dhe evladi ka respektu dhe ka kryer obligimet e tij ka si prindit, kur hoxha ka qenë hoxh, plot kuptim të fjalës, mësues i fjalëve të Kur'anit dhe porosive të Resulullahit sallallahu alaihi wasallam, kur xhamati ka qenë plot kuptimin e fjalës, nxënës dhe kërkues i hakut i diturisë. Ajo ishte koha e sahabëve të pejgamberit alayhi salatu wassalam, tabiinëve, pasuesve të sahabëve, shokëve të Allahut sallallahu alaihi wasallam, tabiinëve dhe evladëve të tyre. Ishin shekuj të brezave të artë, ku njerëzit kishin rahati dhe harmoni në shoqërinë e tyre. E për të arrit ky synim, për me pas shoqëri të mirë, kjo fillon me familjen e mirë. Nëse familja është e mirë, nëse secilën familje punohet sipas parimeve të Islamit, do të kemi edhe shoqëri të mirë. Për arsye se në familje edukohen brezat, edukohen baballarët dhe edukohen nënat e arshëm. Në familje është ku e merr tërbije djali, se si duhet respektu spari Allahu Gjalla Shanu, pastaj edhe prindri, e pastaj edhe obligime tjera që i kemi si individ ndaj shoqërisë ku jetojmë. E për qenë familja e mirë dhe e suksesshme, kjo bari u bie dy të rinjve të cilët e bashkojnë dhe fillojnë një familje, është burrit dhe gruas. Herën e kaluam folëm për obligimet e burrit ndaj gruas. Nëse burri të festi
Këto nuk janë ligjet bontonit mirësjellje se i ka parapa dikush prej sociologëve apo psikologëve se si duhet me qenë shoqëri e rahatshme dhe e suksesshme. Këto fjalë janë porositë Allahu xhalla shanuhu dhe mësime nëpërmjet dërguarit Allahut Taala. Krijuesi ynë din se çka e rahaton krijesën e tij të zgjedhur njeriun, andaj ka parapa ligjet. Dhe çdo fjalë që folim këtë kontekst, mundohemi ta bazojmë në Kur'an dhe Sunnet. Dhe çdo urdhën fetar për ne është obligativ dhe na obligon që t'i përmbahemi. Nëse nuk i përmbahemi këtyre urdhrave fetar, mos akuzojmë askën tjetër nëse nesër kemi evlat pa dëgjueshëm, rebel, nëse nesër kemi nxënës të paftyr, të cilët nuk respektojnë mësuesnat e vet, arsimtarët e vet, profesorët e vet, nëse nesër kemi xhamatnin, të cilët nuk dinë me respektu xhallarët e vet, faji është ata të cilët kanë pas mundësitë e edukimit tyre. Prindi mos akuzoje këm tjetër përveç vetës nëse e ka fëmijën që s'fal namaz. Mos akuzoje burri as këm tjetër se ka grën të paftyr përveç vetës, sa ke punu me ta. Edhe gruaja raportet që i ka me burrin. Shumicën e problemeve shkaku qëndron në marrëdhëniet jo të mira në kryerjen e obligimeve bashkëtorë. Herën e kaluam përmendëm si duhet mos sjell burri, se si nuk guxon me sha, me nan, me familje, me soj, preardhën e saj, si nuk guxon me rrah gruan, në fytyrën e saj, se si burri e ka obligim me ushqy gruan e vet, se si e ka obligim me veshmbath gruan e vet, me rujt moralin dhe nderin e saj, sot do të folim një obligim të kundërt. Anës së dytë medaljonit, që për të qenë një familje e suksesshme, patjetër duhet që të jetë e suksesshme edhe ky person aktiv në krijimin e familjes, ajo është gruaja. Për me qenë familja tamam, duhet edhe gruaja me qenë tamam. Sikur që burri ka obligime ndaj gruas, edhe gruaja ka obligime ndaj burrit të saj. Andaj tema jona e sotit do të jetë obligimet e gruas ndaj burrit të saj. Nëse kjo gru i respekton këto që do të mundohemi sot me i spjegu këtu, ndaj një muslimanit të ndërgjetshëm që ka frikë Allahun Taala, do të shohim se do të kenë jetë lumtur familjare. Këto gjëra të cilat do t'i folim sot mos janë për burrat e që dërzo gjo bjerma që këtë janë gru. Dhe gjo dhe dërse para këti, kryeni her obligimet e tua ndaj gru, ko që dhajo tjetë e dëgjushme ndaj teje dhe t'i kry obligimet që i ka ndaj teje. Mos jetë vetëm një anshëm kërkes për njënën parë që ju t'i kryeni obligimet që i kini ndaj neve, ndërsa ne nuk kemi obligime për të kry ndaj juve. Andaj, është shumë me rëndësi që këto fjalë të mbesin në veshin ton dhe në zemrat tona, si vull se si duhet sjell në familje. Obligimi nëmër 1 i gruas ndaj burrit është të jetë e dëgjueshme ndaj atij që ka marrë përgjegjësinë ndaj saj, se Allahu e ka urdhëruar që të jetë përgjegjës për familje. Sikur një firmë e suksesshme që tham është obliguar që të ketë udhëhec suksesshëm, ashtu edhe një familje obliguar që të ketë një udhëheqës i cili do t'i pri familjes, e këtë udhëhec e ka bë Islami dhe vetë Allahu xhalla shanuhu që e ka Islam këtë udhëheqës dhe përgjegjës familjes e ka bë burri. Dhe i ka përgjegjësi burrit që të kujdeset për familjarët e vet, gruan dhe fëmijët e tij. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam për ato gratë që jetë dëgjueshme ndaj burrave të tyre në halal, jo në haram, do të folim se çka nën kuptojmë me itatin në nshtrimin dhe dëgjimin e gruas ndaj burrit. Për ato gra, Islami ka parapa xhennet. Dhe ka përgëzuar Resulullah sallallahu alaihi wasallam atë gru e cila fal namazin e saj dhe është dëgjueshme ndaj burrit të saj. Thot Resulullah sallallahu alaihi wasallam në hadith
Sahih, Targhib wa Tarhib, me numër rëndor 932. Idha sallat al-mar'a khamsaha wa samat shahraha. Nëse gruaja agjeron 5 kohët e namazit të saj, nëse gruaja është me namaz dhe agjeron muajin e saj, është në pyetje muajin e agjerimit. Namazin e fal gruaja. Agjerimin e Ramazanit e kryen këtë borxh kashi Allahu Taala, wa hafidhat farjaha, e ruan derën e saj, intimitetin e saj, është e moralshme, wa ata'at zawjaha, e dëgjon burrin e saj, bën itat ndaj burrit të saj, i thuhet asaj, thot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditën e gjykimit, kur të bëhen llogarit e veprave tona, kësaj grua i thuhet nga ana e Allah xhalla sha'nuhu dhe melekëve të Allahu Taala në ditë kiametit, udkhulil jannata min ayyi abwabiha shi'ti, hyn xhennet për cilës derë të xhennetit don. Për ty, o gru muslimane, që i ke kry obligimin kashi Allahu Taala, e pastaj edhe kashi përgjegjësit tanë burrit, për ty dyrt, 8 dyrt e xhennetit janë të hapura, zgjidh nga cila derë e xhennetit don të hyn. Por edhe e kundërta, nëse kjo gru nuk tregohet e ndërgjegjshme në kryerjen e obligimeve të saj kashi burrit të saj, kjo gru e ka dënimin, e ka me xhehenem ditën e kiametit. Thot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, natën e Mirajit kishte pas mundësi me i pa xhennetin dhe xhehenemin dhe banorët e saj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Një prej mugjizave të pejgamberit alayhis salam ishte kjo mundësi. Thot pejgamberi alayhis salatu wasalam, pash xhennetin dhe pash shumica e banorëve të xhennetit të janë fukara, dvarfën. Pse? Për arsye se fukaraja nuk është obliguar me dhënë zeqat. Nuk është obliguar me u ndihmu tjerëve kur s'ka. Nëse është tregu sabali dhe i durueshëm këtë sprovë që Allah e ka sprovu, nëpërmjet durimit Allah ja ka fal gjunat. Dhe Allah nuk e dënon robin 2 herë. Nëse i ka dhënë jetë vështirë në këtë dynja, dhe ka qenë robi i durueshëm këtë sprovë, dhe ka qenë i vetëdijshëm se Allah po e sprovon, Allah ja kompenzon me deregjet të larta të xhenetit, me shkallë të larta të xhenetit ditë gjykimit. Mirë po, Allah i ka dhënë pasuni, dhe ky se jep zeqatin. Nuk shiqon si po e shton pasunin me halal apo me haram. Dhe ja han këtë ushqim, thot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, një cop e mishit që të shtohet në trupin tonë me haram, atë cop të mishit Allah e djeg në xhehenem. Andaj ky person, shumicën që i ke me pare, rralleshe të shtijet dorën në gjep dhe të llogaritë pasurinë e vet, sa më takon zeqati mu. Prandaj edhe pasanik të jenë për banorëve më të pak xhenetit. Por në xhehenem, tha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kur shiqova vrejta se shumica e banorëve të xhehenemit ishin gra. Pyetën gratë dhe i thanë, ja Rasulullah, pse gratë me qenë ma tepër banorë të xhehenemit? U përgjegj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhe tha, për arsye se i mohoni mirësi që u bëjnë burrat e juaj ndaj juve. Për fat keq janë gra të cilat, nëse u bën burri shumë të mira, një herë mos më apo qef, jam elshu dika me shku, ose me blej naj tesh, naj sen që ka pas dëshirë me marë, është në gjendje me amuhu, kretë mirat edhe me thonë, kur hajrën s'ta kum pa. Shoqet e mija kanë dalë, kanë shëtit, kanë shku pushime, ti qam ke bo mu. është në gjendje ndoshta mirësit, me dekada, me 10 vjetë që i ka bo burin ndaj gruas, me i mohu. Andaj, Resulullah s.a.s. për shkak prirjes tyne për të mohu mirësit e burrave ndaj tyne, ka të regu që kjo ka qenë shkaktare që këto të bëhen banore të xhehenemit. Do të gjua e gruas, mohimi të mirave të burrit ndaj saj, mund me qenë shkaktar për gruan që të bëhet banore të xhehenemit. Por tërheqim vërejtën një çështje tjetër, ajo është gruaja zguxon me ndëgju burrin nëse burri urdhron punë të haramit.
Nëse burri urdhron punë të haramit, gruaja zguxon me i bë itat këtij burrit. Çka do të thotë kjo? Hyn shumë sende në këtë çështje. Unë do të përmendë shkurtimisht disa prej këtyre. Për shembull, burri s'pja pëlqen gruz vetlat i ka pak si trasha. Është modë të na gratë mi kap me pinceta dhe me sende tjera mi hollu vetlat. Çai ke bo ato vetlat ashtu ne holloj pak. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka tregu që Allah i ka mallku gruën e cila i hek vetat dhe ajo e cila ja hek vetlat. An-namisa wal mutanammisa. Gruaja mi hek vetlat është mel'un, është e mallkume. Sa gratë mallkume kemi në shtëpia tona dhe burri lyp me e pa një gru që është e mallkume. Ngohet Resulullah sallallahu alaihi wasallam e mallkume. Femra nuk guxon me hek vetën e saj për hatër se qenë ka mod vetla e holl. Allahu nëse e ka dhënë vetën të tillë që nuk quhet anomali, femra duhet me majt të tillë nëse e hek është nën mallkimin e Allahu xhalla sha. Sa femra kemi të cilat janë të mallkume për e gjuhës Resulullah sallallahu alaihi wasallam këtë aspekt, të cilat i hekin vetlat e tyre. Nëse burri kërkon prej teje, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq, zbato porosinë e Resulullah sallallahu alaihi wasallam, nuk ka itat, nuk ka nënshtrim dhe dëgjim ndaj krijesës në gjunah ndaj krijuesit. Nëse krijesa Allah të urdhëron me i bani gjunah Zotit tanë, mos e ngo, qoftë edhe burri yt, prindi yt, evladi yt, i dashuri yt, shoku yt, kryetari yt, emiri yt, nuk ka itat në gjunah. Ka itat dhe dëgjim në mubah dhe në sende tjera të lejume. Andaj gruaja le të ketë kujdes në këtë çështje. Në dy, nëse burri kërkon prej gruas që të vdeshë shamin e saj, të heke shamin, të heke mantillin, të vishet kryq shkurt, të vjen me të ndetin, plash, përzihet me burrat e huj, shkojnë darsma ku ka alkohol dhe ka përzirje, gjinive. Nëse burri kërkon prej gruas haram që i dhënon Allahu xhalla shanuhu, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq, nuk ka dëgjim ndaj krijesës në gjuna ndaj krijuesit, nuk dëgjohet kjo krijesë që është largu urdhit Allahu Teala. Edhe nëse është prej burrit tënd. Ka ardhur burri dhe po kërkon prej teje që të del pa shami, shkurorizimi është zgjidhja e atij problemit. Nëse nuk merr vesh me fjalë, nuk ke çka vazhdon jetën me këtë njeri. Kemi raste kur gruaja vjen edhe ankohet, qoftë në të afërmit ton familjar apo edhe më larg që pyetemi për këtë çështje, vjen edhe ankohet gruaja, jam e interesuar me të hyrë në shami, po burri s'po më lën. I themi konsultohu me burrin, spjegoja, tregoja se është urdhë fetar, ai është përgjegjës për këtë çështje, dënohet nëse e lufton një ligj të Allahu Teala, nëse e mohon këtë ligj bën kufër, del prej dinit, his po merr vesh. Po foli s'kupton, vajib e ka kjo gru me dal prej këtij burrit, farz e ka, zguxon me vazhdu jetën me këtë burr. Fjalë të madhe po foli, por është e sheriatit dhe urdhën i prem i fesë. Nëse një gru ndalohet prej burrit saj me fal namazin e saj, me vendos shamin, kokën e saj, me hin havale, burri insiston që ajo të jetë në gjendje të këtill, dhe ajo pas përpjekjeve që i bën me këtë burr, spjegimit, të i dhon kaseta, libra, të i fol, s'po do me ngu, po insiston shpite e me zguxon me vun ti shami, ki edhe fjalë matrona e thot me mubo si dreq, ti shpit babës qa do bën, shpite e me, jo, kjo është shpi, ma nuk është shpi, kjo është vend i azabit dhe bëhet vajib për këtë grun me dal për këti burrit. Edhe 5 fëmijë pas farz e ki për hirt Allahut munda për këti burrit, dhe Allahu Teala ka urdhëru që ata të cilët e lajnë një punë për hatet Allahut, Allah i ka më kompenzu me sende më të mira se atë që e kanë lënë. Porosit Resulullah sallallahu alaihi wasallam e kemi. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja.
Thot Allah, kush I friksohet Allahut, Allah I qel rrugdalje. Wa yarzuqhum min haythu la yahtasib, mos ju frikson rrezikut, se Allah I jep rrezik ka se pret. Andaj le të kenë kujdes burrat, mashit se burnillëk s'ka të këta të cilët u andalen grave muslimane, kryerjen e obligimeve tyne fetar. Kemi raste tjera kur gruaja fal namaz, burri përdor fjalë të fllëçta për gruan pse po fal namaz. Në kësi vende nuk ka bashkëjetesë, prandaj Islami e ka ndalu që muslimani të martohet me jo muslimanin, pse ai ka mundësi me ndalu kryerjen e obligimeve fetar. Thash nuk guxon me pranu përzire me mashit huj, në cilën ka mu detyru me mbulesën e saj. Kemi shumë raste, është femën e mbulume, burri insiston prej gruz, kur del me mu për jashta, ti duhet mi ly syt, buzët, ti duhet mi qit unazat, altant në dur, edhe në qatë mënyrë me dal me mu në rrugë. Zguxon kjo motër me dëgju këtë burt pa ndërgjet shëm. Dhe qa ma I keqa burri me namaz, gruja me namaz, me po I kompleksum, le të shohin qysh duhet me qenë gruja me shami, e pasër, e lyme, e ngjyme, shambull mu kon, me lakmu halkin grunë tënde. Kjo është gabim I madh. Femra kur del jashtë, do të folim edhe për këtë gjumon tjetër, do të me qenë, si pas rregullave që I ka para pas sheriati, në pikë të shkurt, nuk guxon me qenë e lyme. Me makijazh, zguxon me danë sokak, para mashqive dhe burrave të huj. Prandaj, do të me pas kujdes edhe burri, edhe gruja, zguxon femra mu vetmu me kunatin e shtëpisë, me vllajën e burrit. Ka thënë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadithi është në Bukhari dhe në Muslim. Ka thënë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wad-dukhulu 'ala an-nisa, kini kujdes të mos hini në vende ku ka gra. Po shkon për Bajram dhe kanë vizit, jeto pa që ka gra, të në burrat nuk janë, mos hi vlla jam, mos hin. Jo po në komar me kry një obligim, a det ose veç e kryta një derë, pyta është burri, dhe burrat mos I lini shtëpiat vetën ditët e Bajramit. Mos I shoni gratë e juja për m'ju dal burrave të huj, në ditë Bajramit. Për arsye se është Bajram I burrave, mu pa burrat në medveti, jo mi pa gratë e një tjetrit. Mos e hesho grun, me ly, me ngjy, me vdesh, pse kanë më ardhur burrat e huj sot të Bajram, halal koka atë ditë, ose ndarsëm, halal koka atë ditë. Harami është haram, nuk ka hatër ndaj njerëzve. Dhe kjo gruz guxon me ngu burrin e saj, nëse kërkohet prej saj një gjë e tillë. I thanë ja Rasulullah, po nëse vjen, ti po thu mos mu vetmu burrin me gruan, mu rujt për hymjeve në vende ku ka gra. Po bashkem të jetu, është gruja vllat, na e po duhet me najt vetën, kunati me kunatën. Çka me bë? Tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, al-hamwu al-mautu. I afërmi burrit është vdekja. Çfarë do të thonë kjo? Vllai burrit, djali axhës burrit, djali dajës, djali tezës, djali hallës, shoki, ai, ky, i afërm familjes. Të na o bo adet vjen koshia, hin shpi, o na jemi mik të shpis, edhe hin mrenda, his pyt, a ka shami, a ka havale, a ka ndales. Të na kapën për qafe kusherin në medveti me kusherinkat, ku je kusherin, kapu puthu preku, të ndalume. Me qik dajës, tagjës, talës, tezës, të ndalume. Si ka ndalu këto hoxha, i ka ndalu Allahu xhalla shan në përmjet pejgamberit alayhi salatu wassalam. Andaj, nuk guxon mu vetën me një dhamë, kunati me kunatën, vllai burrit me nejt, ose me vllajën e burrit valla po udhton për shkon fillon vendin se janë si vlla motër. Dinin ta ka bo Allahu Taala dhe ai e din çka është rrezik dhe çka nuk është rrezik për ty. Andaj nuk është mahram kunati. As baldëzja, motra e gruz, me nejt me motrën e gruz vetën, jo baldëzja e më valla. Unë kujdesem për ta, unë kom me martu, unë shëtiti, e preki, e luj me ta, nëse baldëza e kam, mosha madhore, nëse o baldëza e zguzon mu vetmu vetën me ta. Të e në parimet islamit.
edhe pse pak të njohura në traditën tonë, por kjo është rregulli i Islamit dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam vdekja se fitnia mund me ta pa pritmas sikur që vjen vdekja pa pritmas. Se mund Allahu me të sprovu, shejtani është shejtan, ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam mos u betmoni me një gru të huaj, se i treti është shejtani. Shejtanit nuk i besohet, ti mush vetit mi besu, po shejtanit nuk i besohet që ai nuk vjen dhe nuk të bën fitnë dhe fesad. Që është e tjetër po ashtu që nuk guxon gruaja me dëgju burrin, është një send e cila do të jetë rënd ta përmendi, por është obligim fetar. Që tregon edhe kjo çështje se thot pejgamberi alayhis salam la haya fi din, s'ka turp në fe. E ajo është intimitetin bashkëshortor, nëse burri e kërkon prej gruas ta bëjë gjatë ditëve kur i ka gruaja ditët e veta, teshat e veta. Zguxon me leju gruaja burrin e saj ato ditë që të ketë intimitet bashkëshortor. Edhe nëse kërkohet për ati burrit pa ndërgjegjshëm apo xahil i cili nuk e din këtë parim fetar. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam në hadith të cilin na transmeton Ibn Majah dhe është hadith sahih, thot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ata haidan aw imra'atan fi duburiha, kush i afrohet dhe ka intimitet bashkëshortor gruas vet në ditët e menstruacioneve të saj, apo i afrohet gruas vet jo në vendin ku duhet, po nga prapa, apo shkon dhe i beson, thot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falltorit, dhe e pyet për fatin e vet, martesën e vet, ardhmen e vet, dhe i beson çka ka thonë, thot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thot faqad kafara bima unzila ala Muhammad, ka bë kufër në atë që i zbrit Muhamedit alayhi salatu wasallam. Kjo është prej gjunaheve të mëdha. Andaj nuk ka itat në kërkesat burrit nëse ato shkelin ligjet dhe lejimet e Islamit. Obligim tjetër i gruas ndaj burrit është që duhet zbukuru për burrin. Femra duhet të lyhet dhe të ngjyhet dhe të vishet mirë mbas kërkesave të burrit. Dhe të shiqoje burrit se si po i pëlqen më u vesh, ajo sokakit që shpi pëlqen me i pas ajo flok, apo tesha. Shumë prej femrave tona sot kanë kujdes të madh në veshjen e tyne, që veshja e tyne me qenë përputhje me modën e kohës. Gazetave, revistave, ka pa në televizion e ka pa këtu dhe aty, ajo tjetë në përputhje me parimin e Islamit burimor. Ashtu si që Islami ka lyp prej saj. Dhe nuk i lyhet burrit në shtëpi, por i lyhet sokak. Sa prej burrave sot e shohin gruan tu zbukuru kur den sokak, dhe si e sheh fëmia apo burri, si e sheh tu zbukuru dhe tu vesh gruaja, me njëre pyet ku po shkon. S'është mësueshëm burri që gruaja i lyhet burrit në shtëpi. E Islami ka kërku gruaja me qenë e bukur për burrin e vet, jo për burrat e huaj. Ty në motrave u themi, Allahit ka urdhnu mi u zbukuru sokakut? A pejgamberi alayhi salatu wassalam ka urdhru mi qela vretet e tua kur dalësh për jashta? Allahut ka urdhru mu parfymoz kur del për jashta? Kur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka thënë një femën e cila parfymoset dhe del për jashta dhe i njihet era e saj për burrave të huaj, e merr gjunahin e zinaçares, si prostitute e ka gjunahin. Sa femra po parfymosen për motrave tona dhe të dalën për rrugë. Të kemi kujdes vllazni, këto obligime fetare ti përcjellim te ato që Allah na i ka lënë emanet në dorë tona. Dhe motrat të kenë kujdes në të çështje se këto janë parimet e fesë tyne dhe do t'japin llogari për respektimin apo mos respektimin e këtyre rregullave dhe parimeve fetare islame. Prandaj pejgamberi alayhis salam ka thënë khairun nisa, gratë më të mira janë ato që burri kur e shiqon gëzohet në shiqimin ndaj saj. Jo gruaja për shembull rrin në shtëpi e pa lyme, e pa ngjyme, e pa veshme si duhet. Me erë gjellës e nervozume me fëmijë, e lot, e dirs, veç kur den sokak e lyme. Masën e këtij sajë tash në rrugë, gruan më do gruaja vet më e mirë sokak se në shtëpi vet që ka. Ose gratë e hallkut më do më e mirë se gruaja vet edhe më thon ku mora që të thi, po ta sy çorr, u çorrava me çet gru. Për mos marr deri këtu situata, është obligim për gratë që në rrugë me dal, thjeshta e në shtëpi me i vesh teshat më të mira që i ka për më u heshu burrit saj, ka obligim dinit dhe le ta dije motra muslimane se kur ti zbukuron
sytë e saj, ftyrën e saj, buzët e saj, trupin e saj, me tesha, që shë lyp burri, le ta dije se e ka sevapin të Allahu për këtë punë, pse e ka bo për hatër të Allahu xhallashan këtë punë. A nëse e bën këtë punë për tjerët, le ta dije se e ka gjunahin dhe e merr dënimin të Allahu xhalla xhelalu. Obligim tjetër i gruas ndaj burrit është të i përgjigjet në ftesë të burrit kur kërkon prej saj intimitetin bashkëshortor. Ka thënë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nëse burri e lyp gruan për nevojën e vet, le të vije gruaja dhe le të përgjigjet thirrjes së burrit. Hadithi është sahih dhe transmeton Tirmidhiu në sunenin e tij. Wa in kanat ala at-tanur, le të përgjigjet po edhe nëse është në magje, ka shkuar në magje me punu, po e thirr burri për nevojën e vet bashkëshortore, e ka obligim më në herë me lën punën dhe me shku më përgjigj burrit saj, për me rujt fitnën që ky burr mos me dalë unë dhe me ran zina e ti me qenë sebeb për këtë punë. Nëse këtë nuk e bën, çka dërimi i kësaj gruas? Dëgjoni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam çfarë përgjigje dhe thot: "Walladhi nafsi biyadej." Pasha atë në duart e të cilit të shpirti jam, pasha Allahun bën bej Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashi. Ska burr që e thirr gruan e vet në shtratin e tij, fataba alej. E kjo refuzon, jo vallahi lot jam. Jo diçka si jam e disponuar, je kështu jo ashtu çet kel efekte. Pa arsye. Nëse ka arsye tim, do të më tut Allahu Taala burri dhe me shiqu se situatë. Pa arsye, ja se më ke bo sot nervoz diçka. S'kena dalë që tu me shëtito, aty në diçka nervoz dhe inat, po man me burrin, dhe gjo për këtë motër se qëfar thot Allahu Taala, illa kana alladhi fi s-samai sakhitan alejha, ai cili është në qiell hidhrohet në këtë famë. Allahu Taala hidhrohet në këtë gru, që s'pej përgjigjet obligimeve të saj tore ka shi burrit saj, hatta yarda anha, dhe i dhërimi Allahut vazhdon të jetë ndaj saj gjersa burri nuk pajtohet me ata. Nëse burri është i idhnuar me gruan për këtë punë, sa të jetë idhnimi mes tyre dyve, Allah i është i idhnuar me këtë gruë. Allah kur të idhnohet me gruan, çka do të thotë? Duat e saj as përgjigjet pranës Allahu xhalla shanuhu. Allah nuk e uzon ka hajri, mund me të qelë mas e dyrë të sherrit, me të hek mbrojta për Allahu Taala dhe me ra pre e cytjeve të shejtanit dhe mashtrimeve të tija. Në hadithin tjetër, këtë hadith që atë citova e transmeton Buhariu dhe Muslimi, po ashtu edhe hadithin e dytë transmeton Buhariu dhe Muslimi, thëtë Resulullah sallallahu alaihi wasallam, nëse gruaja refuzon burrin pa arsye në shtratin e saj, la'anatha al-malaika hatta tusbih, melaqet e mallkojnë derisa të bëhet sabah. Në mallkim të Allahu Taala mbetet gruaja e cila refuzon. Andaj, le të kenë frikë të Allahu xhalla shanuhu, femrat cilët nuk kryejnë obligimin bashkëtor. Gruaja, sikur që edhe burri ka drejt me çkurorizu, Islami ja ka dhënë edhe këtë drejt gruas. Po ja ka kufizu gruas më tepër se sa burrit. Se gruaja është më e shpejt me marr vendimet pa matura se sa burri. Dhe Islami ka leju që gruaja mu çkurorizu prej burrit me sebeb të lejuar sipas shariatit. Çka është kjo? Nëse burri se ushqen, se mbat, nëse burri ja ndalon një obligim fetar, nëse burri s'ka fëmijë, ka drejt. Veç nëse burri vallahi komenune që kena me shku në Zvicër, në Gjermani, ti i prishe leta për do këtu menet, komenune që ki mundu prej vllaznive, vjeherrive, edhe kome pasun një shtëpi më të madhe, komendune këta po atë, komendu se ti mu kim me blek kërë, komendu se ti mu kim me mshtin pun, kim me mleju me shtë fakultet, të gjitha këto, janë se vepet cilat nuk i lejon, të kërkojet drejt të çkrorizimit. Dhe thot Rasulullah s.a.s. Ejuma mraatin sa'alet zawjaha at-talaq min ghayri ba's fa haramun alayha raihatul janna, hadithi sahih në Sunenin e Tirmidhiut. Një femër që lyp çkurorizimin prej burrit saj, pa sebeb, të lejuar sipas shariatit, pa shkak, Allah ja ka bë haram asaj edhe erën e xhenetit, lema xhenetit. Jo valla burri po do më martu edhe një herë unë s'rri këtu në mja pa sytë e saj, ose e më lodh me drejt shtëpinë, ky po martohet edhe një herë unë dal. Çish kimi thon Allahu Taala ditë kiametit, kur të pyetesh pse lype më unda,
Pse lypi burri më martu, unë s'doroj edhe një me marrë mund shpe. Kjo një sen që Allah ja ka leju. Nuk o ndorë tënde mi thonë, zgudzën, ndorë tënde me lyp adalet, me lyp drejtësi për burrit tënd, a kry obligimin, bashkërton ndaj teje, në vesh mbathjen në shqim, edhe obligime tjera. Prandaj le të kenë kujdes, se kur çkurorizimin e kërkesat e çkuriorizimeve kohët fundit janë të ndodhur shumë, fitnet e sokakit ndikojnë që ajo të sheh më mirë se gruan e vet dhe bën kërkesa të pa arsyeshme. Nëse një femër që kërkon çkuriorizim prej burrit, le ta dije pa arsye është fjala, le ta dije se asaj bëhet haram. Xheneti. Po ashtu për obligimet e gruas ndaj burrit është agjerimi nafile i saj pa lejen e burrit. Zguxon gruaja mu çuni thanë dhe më thon, net është agjerimi thanës unë sot po du më agjeru. Burri më thon jo mos agjero, jo valla s'po të pyes ty, hiç, po unë kam agjeru. Këtë e ka haram. E ka ndalu pejgamberi alayhis salam, gruaja me bë itat nafile në agjerim ndaj Allahut, nëse burri ja ndalon këtë. Le të shiqojë motra muslimane se Allahi nuk për dën ibadetin vullnetar të bëhet ndaj tij nëse i dhënohet burri i saj. O ki mashkulli ka qep atë ditë me ty me qenë ditën, vetën janë, s'ka kërkon të shpi. Ki obligim ju përgjegjë burrit. Dhe gjatë tërkohës po tham, ki obligim ju përgjegjë burrit. Dhe të gjitha këto sene që po foli janë obligimet gruas ndaj burrit, jo ndaj vjerrive. Vjerrit e ne kujtojnë se kanë haket shumë të nuset e tyne që Islami hiç nuk ju ka dhënë këto hake vjerrive. Kujto se nuse do të më qurë shumë herët shpi, mja la o burrin me ndreq këtë punë të shpis për ta këto obligime se ka obligu Islami gruas. Gruan e ka obligu Islami ndaj burrit saj, jo ndaj vjerrit dhe vjerrës saj. Le të hekin dorë vjerrit nga nuset të cilët lypin zullumet shumët. Burri do të ndryshëm jo vesh gruaja, vjerritët, ja valla s'më pëlqen që kanë gjyrë, ja na ç'është thënë. Në tu kont ke shtëpi, jo dil për shtëpis. S'ka drejt vjerrja dhe vjerra me lyp, asgjë prej nuses. Çka të bën shërbim është nafile, sadak prej saj dhe mirësi. Dhe është obligimi i gruas me respektu të afërmit e burrit, po nuk nën kupton se e ka vajib dhe farz. Farz e ka e vladi me këqyë prind, jo nusi. Dhe çdo kërkesë e prindërve, ndaj nuseve, është zullum që mundet nesër mu reflektu që i ke hin haktin ditë kiamit. Sa prindër e shoh lypin për djalit, shoh nusën. Pse? S'm ka thona u qova afjet e bab. S'ma ka qit kafën mund, sa ba. S'ma ka ba sa i gjin me mila, kom kërë më këthy, kunatit ose ati, ose me ngrit dorë. Ky hak nuk është për vjeherrit. Ky hak është për burrin dhe gruaja ka obligim burrin me respektu. Çka bën respekt ndaj prindërve të burrit, ndaj vjerrive është sadak prej saj e asë si obligim fetar që Islami ja ka obligu femnës që mos sjell në mënyrë. Andaj edhe prindrit, nesër ne do të bëhemi prindër, do të me ditë këtë çështje se Islami nuk e ka obligu nusën me disa obligime që vjerrit i kanë kërku dhe jo kanë tërsu jetën nusëve të tyne. Femra nuk guxon me dalë prej shtëpisë pa iznin e burrit, pa lejen e burrit. Nëse burri ja ka ndalu shkumje në një vend, gruaja ka ndalu me shku në atë vend. Gruaja ka obligim me ndëgju burrin, masi të martohet, jo prind. Kemi raste kur vjen burri dhe ankohet për gruan e vet, thotë hoxha unë kështu bëdhëm kur shkon te nona vet, nona jam mush menden, vjen për lat me mu, këtë tjetër sen thotë gruaja. Sheikh Uthajmini dhe ulemat e tjerë kanë thënë nëse gruaja kur shkon te prind, po ta prapsin gruan për punën e shamis, dinit, namazit, itatit, pëmsen për punë të keqe ki drejtë edhe mjanal këtë më shku. Zguxon përzirja dy anshme. As e nanës dhe e babës gruas mu përzit e dhëndri, as e nanës dhe e babës burrit mu përzit e nusi. Vjerrit kanë menet me këqy seri pre anash, nëse përlanë ta me himi pajtu, me lyp, s'kan drejt as një napal, se shpesh herë po bëhet sebeb që të prishen palët bashkëshortor. Gruaja zguxon me shtin shtëpi të vetën një njeri që burri s'don me e pa, po edhe nëse është vllau i saj. Nëse thot burri s'po du me e pa çet njeri, jemi pak kënaqur me ta se është rakigji, jemi pak kënaqur me ta se është hajn, është dallaveraxhi, është i pa fe, është mashtrues, ti e ki vllave që në shtëpinë time, nuk du me e pa, e ka vajib gruaja mos më lën
këtë njeri, po qoftë edhe vllai i saj, në shtëpinë e burrit të saj. Po ashtu, me këtë po e përfundoj, obligimi i gruas është nëse jep një të mirë, bën një të mirë, mos m'ia përmend burrit. Për shembull, ki raste gratë zakonisht shtëpia tona, adet të ne, po flas për Prizren, nuk di qendra tjera, adet është paret e bajramit fëmijëve i mbledhin nanat. Kada se ku me blej këtë ose atë send. Adet është paret e synetis fëmijëve i mbledhin nanat. Adet është që paret e lindjes që qitet dikush e ka adet që të pares, i mbledh nanat. Nëse kjo gruaj vjen dita që diçka me i blej fëmis, ose diçka na i harç për shtëpi, nuk ka të lejuar kjo gruaj ja përmend mas e burrit me thonë, "Çe valla unë harxova 10 euro sot për ilaçet fëmis. Çe unë harxova vënë se për veti, unë harxova që për fëmin tonë dhe bona ç't punë." Këtë kit ndaluar. Ajeti i Kuranit është shumë i qartë në këtë çështje, thotë Allahu Teala, "Ya ayyuhalladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha." Suratul Baqara ajeti 264. O ju që keni besuar, mos i prishni sadakën, lëmoshën e juaj me të përmendme. Mi thonë në stërnirit, unë e ty, abeden, unë ty të kom shtin punë, unë e ty që shtonë e ty, s'ki nevoj mja përmen. Nëse e ke bo një sen, e ke bo për hirtë Allah. Se atë shembullin e ati njëri që ja ka dhonë qadrën shia ati njëri, të dini shumica për ju. Sa ere kish pas pa mas nëna, po të kujtohet atit kur bike shi të dhash qadrën, mos me të pas donë, ti ketu bo uj. Po bre faliminderit. Sa ere shike në rruga, po të kujtohet kur të dhash qadrën atë dit, ti ketu bo qull. Apo të kujtohet e një dit hin uj që atyne, a isha lag ma shumë se që kaq? Jo valla, kur ma mos ma përmend. Nuk përmendet e mira që e ke bo dikuj. Qoftë burri, qoftë gruja, përmende nuk u zonë me ba. Nëse bat, dhe gjoni një hadith tjetër, që thot Rasulullah s.a.s. për këta njerëz, nëse e përmend të mirën. Thot, thalathatun la yukallimuhumullah, 3 vetëve Allah nuk i fol në ditë kiametit, wala yanzuru ilejhim, as nuk i shiqen, Allah mos me të folë dhe mos me të këshyr, wala yuzakkihim, wala hum adabun alim, as që i pastron për gjunave dhe për ta ka azab dhimbshëm. Para meno po vjen ditë kiametit Allah s'po të fol. Këtë krijesa për fort ty s'po të fol. As po të këshyr Allahu Teala. Krijuesit yt s'po vjen me të këshyr. Ndjen për ty. Cilat janë ta 3 veta që 3 lloj të njerëzve që Allah s'pi fol në ditë kiametit? Nëni al-musbilu izara. Për që ta të cilët shpesh herë po shahen shoqëni tonë që i shkurtojnë pantullat. Ky hadith është hadith sahih transmeton Imam Muslimin sahihun e tij. Al-musbilu izara, ai cili ka pantullat më të gjata se sa zogi i kamës i ka përfundi. Dhe kët pantull e marr me mendemasi. I thu suneta me shkurtu, ai marr me mendemasi, ja valla veç për inatit juaj, unë do mi majt gjatë, që veç mu ka tek. Nëse e bën me qive, mendemasi, mush me qenë njëri prej këtyne 3 grupeve që Allah nuk të këshën ditë kiametit. Al-musbilu izara, me lëshu pantullën përfundi, zogit kamës. Me mendemasi, Allahi nuk të këqyra së të folë ty në ditë kiametit, as pasrën edhe ki azab dhimshëm. Hadith tjetër, ka thënë Rasulullah s.a.s. Kush e merë edhe i lëshën pantullat e veta në zogin e kamës, ajo pjesë digjën zemë gjëhnemit. Kë nuk o punë për qefë ose shaj. Jo Allah mu dalu këta në medvete, kë nuk o shaj e partis. Të në hadithë, që mi bo hadithëve, në muslim e ki këtë hadithë. I dytë që Allah i si folë, kush është el-mennan, ati i cili e përmend të mirën që e ka bo dikuj. E ka bo një të mirë dhe këtë dhe e përmend. Unë e kom shkuj, kom një mu, unë i kom donë që ka të parë, unë i kom një mu me mirë, unë i kom bo qëtane, që përmend të mirat, edhe kjo në ditë kiametit, që do t'jetë për atyne që do të bëhen azab, dhe e treta, kjo për tregtar vlen dhe le të kenë kujdes në këtë hadith, dhe thot pejgamberi alayhis salam, wal munfiqu sil'atahu bil halaf al kadhib, dhe ai i cili shet mallin e vet me betë rrejshme. A është origjinal për çka? Po vallahi billahi origjinal. A bërëm gomu kur thomën e ty? A janë speca taze? Taze janë vallahi, dje i kom prunë bostanin. Patligjonat, merë vallahi billahi, bën be rrejshëm. Allah i ty nuk ka me të këshyrë në ditë kiametit, në emën tëmë ti e mashtrove robin tëmë. Dhe për ata ka azab të dhimbshëm. Andaj shkurtimisht i asaj që e thamë, është le të respektoje burri dhe gruaja, obligimet që i kanë ndaj njëri tjetrit,
vallahi suksesi do të jetë i garantuar për Allahu xhalla shanuhu dhe do të kemi familje të lumtur. Nëse ti kryen obligimet që i ke ndaj gruas, sipas parimeve islame, dhe gruaja i kryen këto obligime që i përmendëm, sipas parimeve të islamit, suksesi nuk do të mungoje në harmoni dhe lumturinë bashkëtorë, po ashtu edhe fëmijët inshallah do të jenë fëmijë të edukuar, sipas parimeve të islamit do të kemi shoqëri që ndosh. Allah i na bëf për atyre që ndëgjojnë hakun dhe e pasojnë atë. Allah